Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala baqiyati as-sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa biyadika al-khayru kulluhu wa ilayka turja'u al-amru kulluhu. Allahun hamd e bëjmë, Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, Allahun e madhrojmë. Pre Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet për shëndetit tona të përzemërta Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Vëllezër, për hir të Allahut, ju porosis juve edhe vetin tim me devotshmëri ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sepse devotshmëria ndaj Allahut është furnizimi më i mirë për robin këtë botë dhe botën tjetër. Furnizimi, nafaka më e mirë me të cilën Allahu e furnizon robin e tij është devotshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala, qoftë ajo në këtë botë edhe në botën tjetër. Me devotshmëri përmirësohen zemrat, me devotshmëri drejtohen e korrigjohen veprat, me devotshmëri forcohen shtëpit dhe me devotshmëri qetësohen shpirtrat. Vëllezër, nga mirësitë e Allahut te bareke ve teala, nga mirësitë më të mëdha të Allahut ndaj robërve të tij është mirësia e martesës. Mirësia e martesës. Mirësia e martesës është prej shenjave të mëdha të Allahut te bareke ve teala. Martesa është shkak për qetësi. Martesa është shkak për dashuri dhe mëshirë. Thot Allahu fuqiplot në librin e tij famulart: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Dhe nga shenjat e Allahut është që Allahu krijoi prej juve, prej vetes tuaj, krijoi bashkëshorte. Me çfarë qëllim, o i madhi Allah? Cili është qëllimi? Që të gjeni qetësi tek ato. Jo me u përlasa më shumë mes vete. Jo me a thy hundat njëri tjetrit. Por për me gjetë qetësinë, me u qetësu. Dhe që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur dashuri mes juve. E gjeni qetësinë tek ata, po gjithashtu ka vendosur dashuri dhe mëshirë. Vëllezër, martesa nuk është thjesht një kontratë që bëhet mes burrit dhe gruas. As një bashkim i thjesht që bëhet mes atyre dyve. U martuan, u bashkuan, u trashëguan. Martesa është ajo që ndërtohet mbi një familje të shëndosh. Rriten brezat dhe ngrihet jeta e shoqërisë me qetësi dhe siguri. Një shtëpi muslimane nuk ngrihet mbi pasuri, as mbi pamjen e saj të jashtme si shtëpi, duke ja ndryshuar çdo 5 vjet ose 10 vjet fasadën dhe duke ja përshtat kohës. Nuk ndërtohet shtëpia e një familje mbi zbukurimin e shtëpisë nga ana jashtme, as mbi pasuri, por ajo ndërtohet mbi fjalët e bukura, mbi devotshmëri ndaj Allahut, moral të mirë, durim, sabër, falje, tejkalim të gabimeve dhe urtësi ku ndodh pa pikë dyshimi një mos pajtim, një keq kuptim mes burrit dhe gruas. S'ka shtëpi në të cilën nuk ka ndonjë shqetësim ose ndonjë problem ose ndonjë keq kuptim. Nuk ka. Nuk ka. Çdo shtëpi ka ndonjë keq kuptim. Çdo shtëpi ka ndonjë problem, ndonjë shqetësim. Por jo të gjithë
kanë aftësi, mençuri, urtësi dhe kapacitet për mirë menaxhim të shqetësisë dhe situatës në të cilën gjendet familja. Çdo shtëpi ka një problem, ama jo të gjithë din të zgjedhin problemet. Çdo shtëpi ka shqetësim, po jo çdo shtëpi me të vërtet ka burra, se meshkuj ka, ama burra. Pse? Sepse buri i meshur jurt din si ti rregullon ato keq kuptimet, ose si tu shmanget, si tu largohet bashkë me bashortin e tij keq kuptimeve, divergjencave, mosmarrveshjeve, problemeve. E ka parasysh se në çdo shtëpi mund të ndodhin keq kuptime, mund të ndodhin probleme. I suksesshëm di të sillet mirë me to. Jep përparësi pajtimit para armiqësisë. Jep përparësi qetësimit para zemrimit. Dhe jep përparësi urtësisë para nxitimit. Ai që jep përparësi këtyre gjërave, armiqësisë, më thënë pajtimit para armiqësisë, qetësisë para zemrimit dhe urtësisë para nxitimit, kjo është një burr i mençur. Është një burr i mençur, i urtë, i but, i durush, që kupton vlerën dhe rëndësinë e familjes, dhe që nuk nxiton, nuk shpejton. Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar për bashkëjetesë me të mirë. Jo vetëm me u bashku, pastaj çka ndodh. Jo, ose po bashkohena për 1 muaj, 2 muaj, pastaj nëse mujna me çu mirë, nëse jo dahana. Se kështu e kanë kuptuar dhe kuptojnë tash jetën. Kena me provu, do të provojmë. Nëse mundena, e kemi mundësi që të bashkëjetojmë, do të vazhdojmë. Nëse jo, gjokush rrugën e vet. Subhanallah. E për të vazhduar, se qëllimi i besimtarit për bashkëjetesë nuk është vetëm për këtë botë. Ti kur je martuar me gruan tënde, nuk je martuar që ti jesh bashkë me të vetëm këtë dynja. E nëse ke pas këtë qëllim, ndryshohe, përmirësohe. Qëllimi i martesës tënde me bashortin tënde është me kanë bashkë deri në xhenet. Për herë. Se kjo botë është e përkohshme. Nëse ti qëllimin e ke me kanë me të vetëm këtë dynja, jo në botë tjetër, do më thanë ti s'don përsëri me kanë me ta për herë. Jo. Ti je martuar me bashortin tënde që e ke dashur, të ka dashur, dhe keni krijuar familje, keni ndërtuar një familje mbi baza të shëndoshme, qëllimi juaj të jetë të jeni bashkë deri në xhenetin e Allahut te bareke ve teala. Thot Allahu fuqiplot, dhe jetoni wa ashiruhunna bil ma'ruf, dhe jetoni me to në mënyrë të mirë. Kjo mënyrë të mirë përfshin shumë gjëra. Dhe jetoni me to në mënyrë të mirë. Cila është ajo mënyra e mirë që duhet jetuar me bashortët? Pra, ajo mënyra e mirë është një fjalë përmbledhëse, që përmbledh në vetë shumë gjëra. Hyn sjellja e mirë, butësia, fjala e këndshme e mirë e bukur, bamirësia, durimi, urtësia dhe mbajtja e asaj që mund të ndodhë prej mangësisë apo gabimit. Prandaj vëllezër, burrit si burr nuk i takon të jetë jashpër në çdo gjë. Burr, krybuna. Edhe burri kur thot kështu krybuna, çndrimet e veta, nëse nuk ndëgjon duhet, jo. Nuk është prej burrisë që burri të jetë jashpër në çdo gjë. Se ne modelin më të mirë e kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur në kurit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka ra tavolinës para gruas së tij. Asnjëherë si ka ra, si kam shu tavolinës para syve të gruas së tij për t'ia dëshmon burrinë atij. Dihet burrat ku e dëshmojnë burrinë e tyre. Kur një burr i bie tavolinës masës para bashortës së tij për ta trishtuar atë, në moment kur vepron kështu, dije se ky e humb një pjesë të burrërisë.
Pse? Sepse aty gjenë ai momentin ku ta dëshmon burrërin e s'ka tjetër kund. E kur dale dikun tjetër para halkive, kokën s'u ne çon përpjet. Hama para gruas, burr. Ja. Pra nuk është prej burrërisë që në çdo gjë burri të jetë jashpër, po as që gruaja ta bëjë çdo çështje shkak për mos pajtim. Se cilën gjë vetëm që të ketë mos pajtim. Edhe gruaja si gruaja do të ketë kujdes, duhet patur kujdes që mos ta merr çdo gjë sebeb shkak që mos pajtohet me bashortin e saj. Jeta vëllezër ka nevojë për gjerësi zemre. Jeta ka nevojë për mëshirë, jeta ka nevojë për mirë kuptim të mirë. Nga shkaqet e qëndrueshmërisë së shtëpive është që secili prej bashortëve, burri dhe gruaja, ta dije se jeta martesore nuk është pa përgjegjësi. Si të martohesh nuk do thotë se kanë me të paksu përgjegjësitë e problemet e sprovat. Këtë duhet kuptuar. Në momentin kur ti martohesh, dije se para teje presin shumë sfida me të cilët ti do të përballohesh. Se deri sot ishe vetë. Kishe vetëm përgjegjësinë për vetin tënd. Tash ti merr emanet, një emanet që dikush të hap mbi supët e tua. Që dikush e ka rritur me shumë dhimbje. Që dikush e ka rritur me shumë vështirësi. Që dikush ka vuajtur me vujtjet e saj. Që dikush gjumë rahat ka bë për shkak të problemeve, smundjeve ose gajleve që i ka pas ndaj saj. E ka rritur deri në atë moshë dhe vjen koha që ty ta hap si emanet. E ti duhet të kesh parasysh se me vetë pranimin e emanetit, ti do të ballafaqohesh me sfida, me sprova. Tash smuhesh e vetë, po tash smuhet edhe dikush tjetër. Po veç asaj furnizimi me avlat, me fëmijë, gajlet shtohen, përgjegjësia shtohet. Andaj, pra martesa ka sfidat e saja, edhe çdo kush duhet ta kupton se ka sakrificë. Nuk është jeta pa sakrificë. Jeta bashkëtorë, jeta martesore, nuk është jetë pa përgjegjësi, nuk është jetë pa sakrificë. Edhe ti si burr ke përgjegjësi, edhe ajo si grua ka përgjegjësi. Ajo do të flon për ty, ti do të fljosh për të. Ajo do të qanë kur di do të vujsh, e ti do të qash kur ajo do të vujë. Shoku më i mirë, më i afërt jetës tënde gruaja. Shoku më i afërt, më i mirë jetës tënde është gruaja. Mos u trego i keq ndaj personit më të afërt. Mos trego forcë ndaj personit më të afërt. Mos u trego i vrajshëm ndaj personit më të afërt. Martesa është fush e durimit, fush e sabrit. Është fush e bashkëpunimit. Është fush e mëshirës. Kush hyn në jetën bashkëtorë, duke dashur të marrë pa dhënë, unë vetëm do marr, a mos hap asgjë, dhe të rahatohet pa mbajtur përgjegjësi, u martova tash. Nëse ka problem, çka do të le të bëna jo, le të zgjedhë problemet e saj, unë do të jem rahat, linë më një mu rahat, del pi shtëpia, s'u nduron kërkesët, ankesët e familjes, bashkëshortes, dhe për ta gjetur qetësinë e tij largohet prej shtëpisë dhe e lën familjen vetëm. Sot jam i lodhur, e ki thonë vetit burr. E nuk tregohet burria duke amshu tavolinës, po duke qëndruar afër familjes në momentet më të vështira, më të rënda kur ata kanë nevojë. Kjo është burri. Kur familja kanë nevojë dhe në momentet më të rënda, më të vështira, ti qëndron afër tyre. Andaj familja gjatë jetës tonë
do të hasin në probleme, në sfida, në nevoja të ndryshme që kanë nevojë për njeriu më të afërt të tyre, që është baba, që është buri. E baba, buri, nuk është ai që ja kthen shpinën familjes. Edhe pak diçka nuk i konvenon, çka dush bo, ti rrugën tane, unë rrugën time. Ja, ti ke dështu, ti je dështak. Ti je dështak, ti ke dështu. Për shkak se ti nuk ke pasur aftësi, mundësi, sabër, durim, urtësi, kapacitet për ta menaxhuar sprovën ose keq kuptimin ose problemin, dhe më në fund ti rrugën tane, unë rrugën time, fëmit, herë andej, herë këndej. Një prej belave, një prej sprovave më të mëdha me të cilat po sprovohet shoqëria tash. Një prej sprovave me të cilat më së shumti po sprovohet shoqëria tash, duke pasur parasysh se divorcet janë shtuar e martesat janë paksuar. Ma të gatshët janë njerëzit për të divorcohen, se për të divorcuar se sa për të martuar. Dhe të pamartuarit kur shohin se çka ndodh tek të martuarit, nuk kanë gatishmëri dhe dëshirë për të martuar nga frika që mos të ndodhe e njëjta që u ndodh të martuar. Kjo është shembulli që të martuarit u japin të tjerëve, flasin për ata që nuk kanë forcë shpirtërore të mbrojtshme për ta kontrolluar situatën e mbrojtshme dhe keqkuptimet familjare që i kanë mes vete. Nga gjërat më të rëndësishme që ruajnë shtëpinë e një muslimani janë sinqeriteti mes bashkëshortëve. Kur themi sinqeriteti mes bashkëshortëve, do më thonë mes tyre ma nuk ka dyshim. Mes tyre nuk ka dyshim, nuk dyshojnë njëri këtë tjetri. Nuk mbulojnë diçka njëri për tjetrit. Të mirën e të keqen e ndajnë mes vete. Qoftë gëzimet, qoftë pikëllimet, qoftë mërzit, qoftë shqetësimet i ndajnë mes vete. Mendimi i mirë. Mendimi i mirë. Dhe shoh, nëse më konvenon mirë dhe maj, nëse jo, ajo rrugën e vetë, unë rrugën time. Perfekt është Allahu. I plotësuar qoftë i madhërishmi është Allahu. As ti, as ajo nuk jeni të plotësuar. Të dy jeni me mangësi dhe jeni krijesat e Allahut. Ti do t'i ndihmosh asaj, do t'ja korrigjosh gabimet e saj. E ajo do të korrigjon ty. E do t'i përmirëson gabimet e tua. Se ti se je burr, çka, ti s'gabon? Ti pa gabuar ti se je burr. Jo more. Po ti ke gabimet e tua. E gabime sa dush. Dhe sa këshilla, sa korrigjime, sa vërritje, sa mendime të bashkëshortes tënde kanë qenë shkak për shumë suksese të jetës tënde. Jeta bashkëshortore nuk kalohet, nuk jetohet me inat. Nuk jetohet me mendime të liga, me mendime të këqija. Shtëpia muslimane ruhet duke i ruajtur sekretet bashkëshortore familjare. Çka ndodh mes teje dhe bashkëshortes tënde, as fëmijët nuk duhet ta dinë. Po jo familja e gruas se familja e burrit. Sepse kur ta marrin vesh, kur të dëgjojnë familjarët, familjet e dy palëve, për problemet bashkëshortore që i kanë, pastaj do të tentojnë ata të ndërhyjnë edhe kimse ta rregullojnë situatën, ta zgjidhin problemin mes tyre, për shkak të mosdijes dhe njohurisë së tyre, ata në vend që ta zgjidhin problemin, ata e rrisin e shtojnë problemin. Ata e rrisin dhe shtojnë problemin se s'din. Sekretet, gjërat e fshehura, mes juve, si çift, si bashkëshort, mbani mes vete, mos i shpalosni, mos u tregoni të tjerëve. Sa shumë probleme të vogla janë zmadhu. Janë zmadhu për shkak se kanë dalë prej mureve të shtëpisë, që nuk është dash të dalin.
Kanë dalë për mureve të shtëpisë, nuk është dashur të dalin. Ka qenë një problem shumë i vogël, apo shumë i vogël. Ishte një mizë, po mas i dol prej mureve të shtëpisë u bo një bollicë. Edhe u zmadhu u bo shumë e madhe. Sa shumë mos pajtime, mund të përfundoni me një këshill, me një fjalë të mirë, me një ulje, me një muhabet, me një bisedë të qetë, me një kërkim falje. Ani, që dija si burra, s'do t'i thuash më falë, gruas tënde. A vetëm ti pret ajo ti do të thote, më falë edhe nëse ti ki gabu. A shumë rande kemi, Shumë rande me i thanë gruas më falë, qyve me i thanë gruas më falë. A me i thanë gruas më falë? Një fjalë që e zgjedh një problem, shumë kollaj. Edhe mbetet aty. Se dhe ti si njeri gabon. Ti njeriu jabanxhi i gabon dhe i thua më falë, se i ke gabu. E pse mos me i thanë falë bashortët nëse asa i ke gabu? Apo valë dikush tjetër ma shumë meriton me i thanë më falë se bashortët? A është dikush më meritor se bashortët me i thanë më falë për një gabim që a ke bo asaj? E mund është e problemi të zgjidhë me një kërkim falje, me një muhabet mirë, qetë, por ja nuk ndodhi kështu, ajo pasta u shëndru në përçarje dhe largim për shkak të ndërhyrjes. Për shkak të ndërhyrjes për cilës së fjalëve dhe zmadhimit të gjërave. Po si? Besoni wallahi që dim raste shumë detyrohet dhëndri ose djali, themi, me gruan e tij të shpërngulen prej vendit, prej kantonit, vetëm për shkak të ndërhyrjes së familjes së gruas. Ose e kundërta. Detyrohet që të largohet për shkak se, siç e dini pak, ka si zanatë, njerëzijat e ne, pak me pas me kontroll dhëndrin, ose nusen. E jo me ilan ato me jetu jetën e tyre të qetë, rahatshme dhe me u knaq. Ata mas janë martu, janë bëhë burë, grua, ato janë të mëdhenj, nuk janë të vogël. Nëse kanë nevojë ata për këshilla, ato do të vinë të ty dhe do të këshillohen. Nëse kanë nevojë për ndonjë ndihmë, ata do të vinë të ty dhe do të drejtohen. Po jo ndërhyrje. Edhe ata janë njerëz si ty, një ti si e përla me gruan tënde, edhe ato do përlahen ndonjëherë, do të jetë shëdill. Ama jo me ndërhyrje për të shkatruar jetën atyre ose një farë lloj imponimi për diçka. Sa gjëra të vogla janë bërë sebeb për divorc, për ndarje. Gjëra shumë të vogla janë bërë sebeb për divorc. Fatkeqësisht janë zmadhu gjërat, edhe pastaj ka ardhur deri në ndarje. Nga shkaqet e dobësimit dhe trazimit të shtëpive janë fjalët e këqija. Fjalët e këqija. Besimtari fjalë të këqija nuk do të flasë. Besimtari fjalë dyta nuk do të folë. Besimtari nuk do të shanë. Besimtari nuk duhet të shanë. Besimtari nuk duhet të ofendon. Besimtari nuk duhet të nënçmon. Ti kujdesesh mos ti nënçmosh, mos ti ofendosh njerëzit e huaj jabanxhi. Se me ofendu, me nënçmu, ndoshta ham boksin, se e ke lëndu. Ama gru nani, se ajo është gruaja ime dhe mundem t'i tham asaj gjithçka jo. Kjo s'ka të bëjë me dinin e Allahut. Problemet mund zgjidhen, ama fjalët e rënda mbesin. Gjurmët e fjalëve të rënda mbesin në zemrën e njeriu dhe nuk largohen. Gjuetari me Arushën është dashur që të flejnë bashkë. Mirë po, Arusha si Arush ka një era rënd keqe. Edhe gjatë natës gjuetari s'ka pas mundësi të bën gjumë. Edhe atë shumë që ka pengu era e keqe, Arushës ka thënë, çfarë ere keqe. Hamën Arusha e dëgjon. Të nesër mi të kur zgjohen, është dashur që të dahen, i thot Arusha, më mshoh thot shpinës. Pse thot më mshoh thot para se të ndahemi, ta kemi një kujtim. Edhe jam mshoh. Jam mshoh dhe ndahen. Takohen mas 1-2 viti. I thot Arusha, a shiko plagën e mshimit që ma bone të shpina, a është? E shef gjuetari thot, jo, se ke. Ama plaga e fjales tënde, çfarë ere keqe e ka mbetën zemrën time.
Fjalët e rënda të këqija që do t'ja thosh bashkëshortes tënde. Shqipta s'ken, moj budale, moj hajvane, moj astaghfirullah. Fjalët më të rënda. E ti do një të rahatshme me të. Çka është më e rënda? Më e keqja. Jashan nanën. Jashan nanën gruas. Që ti e mahrem për nanën e saj. Jashan nanën. Jashan familjen. A ka ekziston kjo? A, po janë pse në gjizon? Është të shoqëria jonë kjo. Të shoqëria jonë kjo ekziston. Ama këtë e bën njëri pa tërbije. Njëri pa edep, pa edukat. I pist, i fliqët në zemër. E pas të i fliqët në gojë. Nuk kja shanë bashkëshortes. Nuk kja lëndon familjen bashkëshortes dhe nuk ke lëndon me fjalë të rënda po si njëri që ka probleme me zemrën e tij. Fjalët më të rënda pastaj nuk do, po si do ketë divorc. Si do ketë divorc? Si nuk do ketë divorc? Pastaj çka ndodh? Ti jashan nanën, jashan familjen, edhe tash ti respekton prindërit. Ti thoj jo, kemi me respektu prindërit, ti respektoj. Ti respektoj. Ti mi shan familjar të mirë dhe unë thot ti respektoj. Tash, hajde sot, baju, ti jetën ta në jetën time. Kush ishte rezultat i kësaj të keqe? Mos tërbija jote, sharjet, ofendimet, në çmimet e tua, që ja bën njeriut më të dashur të jetës tënde. Pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot në Kur'an, dhe për argumenteve të Allahu që Allahu ka krijuar për ju bashkëshorte. Pse? Që të strehoheni. Ej, kur lodhesh, shkon, ke punu tanë ditën, i lodhur, sen, edhe shkon në shtëpi. Shkon në shtëpi, tash në shtëpi, gruaja duhet të të prejse, apo? Duhet të të prejse, o si duhet të të prejse? Me tenxhere në dorë. Me të tamshu tenxhere kryes. Jo. Me të të prit me fjalë të mira. Ha? Me të të ndihmu. Je lodhën punë. Me të të thanë do fjalë të mira. Balt ka lodhë shefi patroni. E tash plus, edhe të pret në shtëpi, se ti s'ke pas aftësi mundësi ti ta kontrollojsh dhe të zgjidhësh problemet familjare, plus ajo të vërsulet. E ti ma nuk ke vendstrehim. Edhe s'ka ma aty dashuri e rahmet. Ku s'ka dashuri e rahmet, ka urejtje, e ka armiqësi. E kur gruaja ose buri buen armik i njëri tjetrit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo ditë djallët ose shejtanët shkojnë te iblisi dhe i tregojnë për veprat e tyre të këqija që i kanë bërë. Dhe çdo kush i tregon veprën e keqe që ka bërë. Me punën, me veprën e askujt nuk kënaqet. Pos me punën e atij që thot unë arrita ta daj burrin dhe gruan. E ati ja lishon arshin, vendin ku ulet kariken iblisi, ja lishon arshin, pra qëfar nderi i bon, se ky ka arrit të ndan, të copton të shkatëton një familje. E lën që të ulet vendin e ti, dhe e vëndon krunën mbi kokën e ti. Se ky ka bu punën më të madhe. Pse? A shkatrohet, andahat buri dhe gruja, u shkatru fëmija, e vladët. U shkatru në vladet, u shkatru shoqëria. Kur ndahet buri dhe gruaja, kur shkatruhet familja, shkatruhet edhe shoqëria. Familja është gjë e shenjtë. Është një gjë që shumë e do Allahu. E kundërta të shejtanit e djallit. Është një gjë që më së shumë t'i urren Allahu te bareke ve taala. Pra, fjalët lënduese mbeten në zemër me vite. Njeriu mund t'i harrojë. Mund të harroj një ngjarje, por nuk harron një fjalë që ka poshtruar apo ja ka thyer zemrën. Për moralit mirë është që buri ta ruajë gjuhën, të kujdeset për gjuhën e tij, dhe gruaja gjithashtu ta ruajë gjuhën e saj, se edhe e gra kemi Allahumme barik. Jo që ta thyn zemrën, po ti pkut kamët. Çfarë mallkime? Mos e bash vetin të mallkon gruaja. E bën vetin të mallkon gruaja, mallkimet më të mëdha që do t'i kesh. Ama mos e bash vetin, mos e bë vetin. Kështu që buri muslimani ta ruaj gjuhën e tij.
edhe gruaja të harron gjuhën e saj dhe ta bëjnë fjalën urë për dashuri e jo shkak për ndarje. Para se të fole, burri gruaja do të mendojnë me këtë fjalë. A krijojnë një urë përmes të secilës do ta duami njëri tjetrin dhe do të hecë dashuria? Apo do të jetë shkak për shkatrim mes neve dyve? Çdo kush do të mendon. Dhe çdo kush prej tyre dyve është përgjegjës i fjalëve të cilët i thotë dhe i shikon. Burri do të pyetet për fjalët që i thotë. Edhe gruaja do të pyetet. E tash se çdo kush ka frikë Allahun, e ka parasysh ditën e dhënies llogarisë para Allahut subhanahu taala. Çdo kush do kujdeset. Çdo kush do kujdeset se ki me dhënë gjeva për Allahut azza wa jall. Ki kujdes me sjelljen tënde dhe bashkëshortit tënd. Është njeriu më i afërt, më i miri për ty. Dhe me obligime më të mëdha që ke ndaj tij. Edhe burri si burr, do të ketë parasysh se Allahu nuk e ka lënë vetëm, po krijoi bashkëshort. Nuk e la vetëm. Se kishte nevojë për dikë që do ta shoqëron gjatë jetës së tij. E i krijoi grua, nuk i krijoi burr. Prej tij i krijoi grua. Edhe me të ta kalojnë jetën bashkërisht dhe të krijojnë familje. Nga gjërat më të mëdha vëllezër me të cilat sprovohen disa njerëz sot në kohën e sotit, është nxitimi në dhënien e gjykimeve, nxitimi në armiqësi dhe nxitimi në ndarje. Pak një keq kuptim, ai mos ma çaj krijen, haj shko, u kri puna. Po nuk do lodhem me ty. Çka ke baba jot? Hajde atje. Nuk e ka parasysh që ke fjalë shko ke baba jot, është divorc. Me thanë gruaja shko te baba jot, për sot ma s'ke nevojë që të rish me mua. U kri puna, ti ke divorcu. Në fjalë të mëdha këto. Edhe nuk duhet me një të shpejtojsh, të nxitojsh me gjykim dhe me armiqësi. Ka gabimet e saj, edhe ti ke gabimet e tua. Edhe duhet ta masish mirë. Domethënë gabimin e çdo kujt. Ka dalë, se çdo gabim ka zgjidhje. Çdo njeri gabon, edhe për çdo gabim ka zgjidhje. Por prit pak, le të shqetësohet situata. Mos ja bëj çefin shejtanit. Mos ja bëj çefin shejtanit. Se shumë familje janë shkatruar. Shumë familje janë shkatruar. Sot me nejt me grua, maneni men. Me nejt me grua, vite gjata ka më ardhur diçka e çuditshme. Nëse nuk je pjesë e modës që duhet të divorcohesh pas 1 vjet, 2 vjet diçka, nuk është rënë me ty. Ka më ardhur koha që ka më kanë pjesë e jetës normale që ti duhet të divorcohesh, duhet të ndrosh disa kratë gjatë jetës tënde. Jetojmë në një kohë të rëndë dhe vështirë, subhanallah. Ku e keqja normalizohet dhe bëhet pjesë e përditshme e jetës së njeriut. Shkullëzimi, vëllezër, divorci normal fetarisht është i lejuar. Është i lejuar. Por si alternativë dhe si mënyrë e fundit të zgjedhjes së problemit bashkëtorë. Si mënyrë e fundit, alternativ, i ke marrë të gjithë sebepet shkaqet dhe nuk ja ke arritë dhe ma se ka ndodhur divorce dhe kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këshillohen para së gjithësh xhallarët vëllezrit, unë vetin tim. Kur njerëzit vinë te ne me kërkesë për të divorcuar, mos u prano divorcin, mos shpejto, mos prano që të divorcohen me njëri. Shtyva afatin i takimit tjetër mas 3-4 muaj. Përsëri shtyva afatin. Se deri atëherë ata do Allahu subhanahu wa taala kanë me uzbut, kanë me uçesu dhe kanë me gjetë zgjidhje mes tyre. Por jo me njërë ti me mzi pret aty me lapsin, me fletën, sa ma let edhe ma shpejt me i divorcu njerëzit. Mos se kjo është musibet i madh. Mos prano. Edhe nxjerri njerëzit ose jepu do shkaqe sebepe tjera që ndoshta nuk do të jetë ai shkaku, po ti bën kim se ai është shkaku i këtij problemi që e kanë. Ramazan qohet burri ta zgjon bashortën e tij për syfyr. Të zgju bashortën për syfyr, vrejnë, po vinë do mesazhet huja. Mesazh. Kur shef burri mesazhet të dikujt që i vim bashortës së tij më të besueshme, më të dashur, më të mirë. Që kur me kurit që mund t'ja mirë të mendja ati se kjo mund ndodhe. Ramazan. Shok. Blokohet.
shqetësim më të madh që s'ka pas kur në jetën e tij. Sidoqoftë, edhe na kontaktojnë, deshin që të vinë na vizitojnë edhe të flasin me ne. Erdhën. Këto gjatë ditës ti bie shkurt. Ngjarjes gjatë ditës kanë hyrë te një dyqan të një personi me prardhje nga Afganistani. Bukuria e bashortës së tij kanë kacmuar zemrën e atij personi, të atij dyqanxhut. Se kse motra Allah ishte fal bukuri, edhe ngacmon zemrën e atij dyqanxhut. Edhe ai ja bën sihrin, ja bën magjin për ta arritur qëllimin e tij. Kështu që kjo pastaj nis kontakti me ta. Pa pas asnjë dashuri ndaj tij. Kjo dashuri ndaj burrit të saj dhe sinqert me fëmijë, ka kështu familje mirë. Dhe pastaj ndeshi Allah subhanahu wa taala që edhe ne t'japim nikahje, themi se shkaku i kësaj të keqe që të ka ndodhur nuk është se ajo ka dashur, po ka ardhur nga dikush tjetër. Edhe ja largon atë dyshimin. Jo me ashtu dyshimet atij. Se me një shtëpimin e familje, kur hapet dera e dyshimit, mbyllet dera e lumturisë. Masi me një familje, me një shtëpi, nis buri ose gruaja dyshojnë njëri për tjetrin, pak dije se në shtëpi ma është mbyll dera e lumturisë. Asa janë shkaqe të mëdha sot për dyshime. Ha? Sa janë shkaqe sebepet sot për dyshime. TikTok. Shef bashortën, burra të ndryshëm të i kalu. TikTok, njëni pas tjetrit. Ku i vgjeshet, ku i veshet, ku i shëmtua. Qka? Ha? Shetani gacë ma zemrë të atë, marrë kjo. A pëlqej unë si burra, po? Ha? Lindi dyshime. TikToki. Shkoj 2 orë TikToki. 2 orë të Snapchati. Mesazhe të ndryshme, të njerëzve, të njohur, të panjohur. Shkoj Instagrami. Çfarë lumturi mundet me pasën këtë familje? Sa mundet kjo familje me kanë lumtur? Andaj, pas gjatur shumë, këshilla ime është që të mbyllën të gjithë dyert e fesadeve, dyert e të këqijave, dyert që largojnë dhe shkatrojnë lumturinë familjar. Të mbyllën të gjithë dyert, dhe kjo si këshill për vëllezër e motra. Mos prit buri me të thamë, po largu e bat Instagram, se s'ke nevojë. Mos prit edhe ty grua me të thamë, mbyllë e bat TikTok, se s'bon fajde kur gjo. Allah të ka falë men, ka falë zemër. E din se çka është e mira për ty, çka është e keqe për ty. Dhe ajo çka është e mirë ma, shfrytëzoj. Ajo çka është e keqe, mos e lodh dhe mos e humb kohën dhe mos shkatro veten dhe familjen tënde. Për të qenë një familje e lumtur, e mirë, e qetë, ajo familje duhet të ndërtohet mbi baza të shëndosha. Përderisa bazat e shëndosha nuk janë, ose kjo familje nuk ndërtohet mbi ato baza, nuk mund të zgjasë shumë jeta e kësaj familje. Vëllezër, në shtëpi duhet të ketë Kur'an, të dëgjohet fjalë Allahut. Lëshoni Kur'an. Mos u friksoni nga Kur'ani. Le të dëgjohet sa më shumë fjalë Allahut, që sjell qetësi, paqe, rahatllëk në shtëpi. Në një shtëpi ku ka Kur'an, ka namaz, ka dhikr, ka kërkim të dijes, s'ka harame, aty nuk jepet shumë mundësia djallit shejtanit që të dominon dhe të shkatron këtë familje. Kur hyn në shtëpi dhe e sheh bashortën tënde me Kur'anin dorë, kur hyn në shtëpi dhe e sheh bashortën tënde duke falë namazin, kur hyn në shtëpi dhe e sheh bashortën tënde me punët e saj atë hajri të dobishme për veten dhe familjen e saj, tu s'ka dyshim ndaj saj. Ama kur hyn në shtëpi me celularin dorë, del për shtëpis, ajo nuk lëviz për krevatit, për shtratit të saj. Celularin nuk e lëshon për dorëve të saj. Shef biseda me njerëz të njohur të panjohur. Këtu mos prit rahatllëk. Mos prit rahatllëk se janë dyrë të hapura të shqetësimit dhe shkatrimit. Andaj, ti si person, falë sa ma shumë namaz në shtëpi. Thirrë bashortën tënde.
Mere Kuranin bashkët. Qitë digje qatë shejtan pagës me qatë Kuran. Baje pak ndorën tanë dhe qatë Kuran. Bashkë ka fërteje, groja jote, fëmijët e tu, dëgjohet fjallë Allahit, dhikër, para ushqimi dhikër, kur të kyshën shtëpi dhikër, kur dalësh prej shtëpisë dhikër, pa ndërprej përmendet fjallë Allahut subhanahu wa taala. Në një shtëpi ku përmendet Allahu, thonë shejtanët la me bitë Elena, s'ka vend për ne për tu, s'ka vend banim për ne. Masi hyjnë shtëpi dhe bon lutjen, thonë s'ka vend banim për ne këtu, s'ka vend. Lusë Allahu subhanahu wa taala të na ruaj neve dhe familjet tona. Lusë Allahu azza wa jall na i ruaj bashortet tona, evladët tanë dhe t'i uzon në rrugën e khairit, të vërtetë, të drejtë. Lusë Allahu subhanahu wa taala që këto fjalët kanë qenë fjalë të sinqerta, që kanë dalur prej zemrës dhe të arrin në zemrat tuaja të gjithë vëllezërve dhe motrave në përgjithësi. Lusë Allahu azza wa jall që çdo të divorcuar, nëse ekziston mundësia, Allahu lusë që Allahu t'i bashkon. Lusë Allahu që ata që janë në prag të divorcit, Allahu zemrën tuaj zbut e t'u qetëson. Lusë Allahu azza wa jall që Allahu t'u ruan evladët të gjithë atyre të cilat janë ndarë edhe janë divorcuar. Lusë Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i mbyllë dyert e divorcit. Allahu t'i mbyllë dyert e ndarjes dhe shkatrimit. Lusë Allahu azza wa jall që Allahu na shton mençurinë, urtësinë, butësinë, qetësinë, mençurinë. Lusë Allahu azza wa jall që Allahu t'u shton sabrin grave tona, durimin t'u shton grave tona, urtësinë t'u shton grave tona. E gjithashtu lusë Allahu subhanahu wa taala që Allahu t'i shpërblen ata edhe ne të gjithë për mundin, kontributin dhe ballafaqimin ton me gjithë këto sfida, prova me të cilat ballafaqohemi gjatë jetës tonë. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.